Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Babi im nuk është në burg, Selin tregon të vërtetën. Fituesja e Bigut Selin Bollati ka komentuar thashethemet e fundit në lidhje me babain e saj, teksa u aludua se ai ishte i arrestuar. E ftuar së fundmi në një emision, Selin tha se babai i saj gëzon liri të plotë dhe nuk ndodhet në burg. Mëtej, balerina shtoi se ai ndodhet jashtë vendit dhe ka probleme me dokumentacionet në vendin që jeton. Babi ka qenë shumë optimist për gjendjen time. Kemi folur shkurtimisht çdo ditë nga pak. Babi ndodhet jashtë, jeton dhe vepron jashtë vendit. Gëzon liri të plotë, absolutisht që nuk është në burg, nuk ka ardhur sepse ka probleme me dokumentacionin dhe është në pritje të dokumentave. Nuk ndodhet në burg, sqaroi Selin.